pse tauhidi është gjëja më e madhe për të cilën na ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Sepse tauhidi, njësimi i të madhit Zot në adhurim, adhurimi Allahut lartësuar një të vetëm, është shkak që njeriu, nëse ndron jetë me tauhid, pra, të shpëtojë nga përjetësia në zjarrin e xhehenemit. Pra, të hyjë në xhennet. Transmeton Taberaniu në El Mu'jamul Awsat nga Ebi Hurajra, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, se profeti alayhis salam ka thënë: "Men qala la ilaha illa Allah, nafa'athu yawman min dahrihi, yusibuhu qabla dhalika ma asabah." Kuptohet prej fjalëve të profetit alayhis salam se kush thot la ilaha illa Allah, s'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet përveç tij, i bën dobi atij, pra kjo fjalë, ditën e gjykimit. I bën dobi që mos jetë përjetësisht në zjarrin e xhehenemit. Kështu kuptohet, pra prej hadithit. Edhe nëse, pra ky njeri ndoshta mund të dënohet për shkak të disa mëkateve të mëdha që ka bërë, si përfundim ky njeri shpëton për shkak të kësaj fjale, ka thonë shahadetin, la ilaha illa Allah, s'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet përveç tij. Pra ka thonë shahadetin, bëhet shkak shahadeti që ky ka thonë që të shpëtoj nga përjetësia në zjarrin e xhehenemit. Pra, si përfundim ky njeri do të hyjë në xhennet. Elusim Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që e adhurojmë madhin Zot. Elus Zotin e gjithësisë që të na mundësoj të jetojmë me tauhid, e të ndrojmë jetë me tauhid, e të hyjmë në xhennet pa u dënuar në zjarrin e xhehenemit. Amin.